Hipopotamët e kokainës në Kolumbi, të cilët ishin në pronësi të Escobarit, që prej viteve 80 qarkullojnë të lirë në habitatin natyror që nuk u përket në Kolumbi, mund të shpëtohen nga djali i një miliarderi indian. Është Anand Ambani, i cili ka deklaruar se është i gatshëm të transportoj 80 hipopotamët që janë tashmë në dënime vdekje, nëse mund ta quaj. Autoriteti ka vendosur që 80 hipopotam të vriten nëpërmjet edhe gjuetisë së tyre. Ambani, djali i miliarderit indian, i cili rikujtojmë se bëri edhe lajmet në vitin 2024 pas martesës së tij, një ndër dasmat më të shtrenjta të Indisë, ka deklaruar se hipopotamët janë qenie të gjalla dhe të ndjeshme. Nëse kemi aftësinë të shpëtojmë ata përmes një zgjidhje të sigurt dhe humane, kemi përgjegjësinë të përpiqemi gjithashtu. Pasi shkaktoi një rrezik shumë të madh në ekosistemin natyror të Kolumbisë, duke rrezikuar kafshë që janë në fakt specie në rrezik zhdukjeje, të cilat jetojnë pranë edhe zonës ku qëndrojnë hipopotamët e kokainës. Për të ritheksuar është fakti se këta hipopotam nuk janë bashtuar pasi kanë konsumuar lëndë narkotike kokain, por emri tyre qëndron sepse blerja është bërë nëpërmjet parave të pista të trafikimit të lëndës narkotike.